Dhe më kujtohet si sot nëna ime ndjer, marrë në telefon, isha në një ngarkesë shumë të madhe emocionale. Edhe gjithmonë përpisha të shmangisha se si i ri besoj ke bërë dhe ti, problemet e tua që ti kishe këtu nuk e transmetoje te familja atje se nuk kishte kuptim. Patjetër. Nuk doje t'i ngarkoje, nuk do t'i jepje shumë rëndes. Edhe kujtohet si sot e marrë në telefon edhe më thotë mos je, jam shumë mirë, i thash. Mirë, punë, po përpiqem këtë andej, po trokastu, kam një shpresë këtu, gjithmonë e mbaja veten dhe me shpresë. Thot, unë të kuptoj shumë mirë nga zëri jot që ti nuk je mirë, thot. Unë jam nënt dhe unë të ndjej mirë. Edhe aty shpërtheva në lot. Them të drejtë sepse kisha nevojë për atë fjalinë. Realisht kisha nevojë për atë fjalinë. Shikoj, më tha mu bir, unë e di dhe e njoh shumë mirë çfarë fëmijë kam. Kështu që mos u dorëzo sepse njerëzit kurrë në jetë nuk do të japin asgjë lehtë. Përpiqu bësh të pamundurën. Për të ecur përpara, një derë do mbyllë, 2, 3, 5, mos u dorëzo, çau trokit në çdo derë të mundshme, njëra do hapet. Dikush do të vlerësoj për atë njeriu që ti je, për atë që ti do të bësh. Edhe kështu funksionoj.